Bashkimi Evropian ka konfirmuar se është në dieni për aktivitetet e Rusisë në Serbi, ku po trajnon qytetarët moldav me qëllim ndikimi në zgjedhjet parlamentare në Moldavi. Sipas autoriteteve moldave, operativët e dyshuar rus kanë trajnuar shtetas moldav në teritorin sërb për të nxitur trazira masive para zgjedhjeve që mbahen këtë diele. Këto zgjedhje konsiderohen vendimtare për orientimin e Moldavis mes Rusisë dhe Perëndimit. Po, ne jemi të vetëdijshëm, edhe sipas autoriteteve moldave se këto operacione dhe trajnime ndodhin në Serbi. Aktualisht 74 persona janë ndaluar dhe bashkëpunojnë me policinë. Autoritetet moldave këtë javë kanë kryer bastisje në mbi 200 lokacione me qëllim të pengimit të planit të koordinuar rus për të ndikuar procesin zgjedhor. Rusia tenton të ndërhyjë përmes finansimit të partive pro-ruse, përhapjes së propagandës dhe dezinformimit, si dhe përdorimit të varësisë energjetike si mjet presioni. Objektivi kryesor i ndërhyrjes ruse është dobësimi i kursit pro-evropian të qeverisë aktuale dhe forcimi i ndikimit rus në këtë shtet.